Shqiptarët janë shumë të interesuar të mësojnë për filozofinë e Sokratit. Absolutisht. Filozofia e Sokratit është jashtëzakonisht interesante, sidomos për mënyrën se si ai zhvilloi metodën e tij të pyetjes dhe vetëdijsimit. A ke ndonjë pyetje specifike apo do të filloj me bazat, si dialogët e tij dhe filozofia e tij etike? Dua të mësoj shkakun e vdekjes së Sokratit dhe dua të di se si ka ndikuar veprimtaria e tij filozofike në fundin tragjik. Është vërtet një moment shumë i rëndësishëm në historinë e filozofisë. Sokrati u dënua me vdekjen e Athinë, rreth vitit 389 për 5, pas akuzave për prishje të mendjes së rinisë dhe mosbesim ndaj perëndive. Vepra e tij filozofike, sidomos përmes dialogëve të Platonit, theksonte rëndësinë e kërkimit të së vërtetës, pavarësisht pasojave. Ky qëndrim, në fakt, e bëri atë një figurë kaq të fuqishme edhe pas vdekjes së tij, sepse ai refuzoi të shkelte parimet e tij. Përse elita e Athinës mendoi që vepra e tij përbënte një fyerje për zotat e Athinës. Kjo ndodhi sepse Sokrati, përmes pyetjeve të tij kritike, sfidonte besimet tradicionale dhe autoritetin e elitës. Ai vuri në pikpyetje dogmat, duke bërë që disa ta shihnin si një rrezik për stabilitetin e qytetit. Për më tepër, ai ishte shumë popullor mes rinisë dhe elita kishte frikë se kjo mund të çonte në një lëvizje kundër traditës dhe autoritetit ekzistues. Pra, kjo tregon që demokracia nuk është gjithmonë pozitive. Po, pikërisht, historia e Sokratit është një shembull i fuqishëm se si demokracia, edhe pse i jep zë popullit, mund të keq interpretohet. Në Athinë, shumica e votave përfundoi në dënimin e një njeriu që kërkonte pikërisht vërtetësinë dhe reflektimin kritik. Kështu ajo tregon se demokracia ka nevojë për balancë, edukim dhe mbrojtje nga abuzimet me kushtetin. Mund të më tregoni se si lindi fjala demokraci? Absolutisht, sepse historia e Sokratit na kujton se demokracia nuk është thjesht një shumicë e papërpunuar, por kërkon institucione të forta, mendim kritik dhe mbrojtje të drejtave individuale. Nëse nuk ka këto elemente, ajo mund të abuzohet, pikërisht siç ndodhi me Sokratin. Nga ndryshon demokracia e lashtë në Athinë me demokracinë moderne? Po, patjetër. Në Athinë, demokracia ishte drejt për drejt, ku qytetarët mblidheshin dhe vendosnin për ligje dhe politika. Ndërsa demokracia moderne zakonisht është përfaqësuese, ku ne zgjidhim përfaqësues, dhe ajo është më institucionale me ndarje pushtetesh, kontrolle dhe balanca. Pra, ideja e pjesëmarrjes direkte në Athinë ishte shumë e drejtë për drejtë, ndërsa sot ne kemi një sistem më kompleks dhe të strukturuar. Pra në Athinë nuk ishte parti politike si në ditët e sotme. Po, është e vërtet. Në vend të partive politike, vendimet merren nga qytetarët direkt nëpërmjet asambleve publike. Në këtë formë, çdo qytetar kishte të drejtë të fliste dhe të votojë. Kjo e bënte demokracinë shumë të drejtë për drejtë, por gjithashtu kërkonte një angazhim shumë të lartë nga të gjithë qytetarët. Jo të gjithë qytetarët dinin shkrim dhe këndim. Si votonin ata? E vërtet, kjo ishte një kufizim i madh. Në fakt, pjesëmarrja ishte më e madhe mes elitës ose atyre që kishin për arsim, sepse ata dinin të leksonin dhe të shkruanin. Kështu, vendimarrja përfaqësonte një pjesë të popullsisë, por jo të gjithë. Dhe kjo është një nga aspektet që e dalon nga demokracia moderne. Pra vetëm njerëzit që dinin shkrim dhe këndim, ose më saktë aristokratët, ishin pjesë e procesit demokratik. Po, pikërisht. Në fakt, shumica e qytetarëve nuk ishin të aftë të merrnin pjesë drejt për drejt, dhe kështu elita, që kishte arsim, dikim dhe pasuri, kishte më shumë mundësi të formsonte vendimet. Kjo është një nga arsyet pse demokracia athinase është quajtur një demokraci elitare. Pra kjo është një demokraci e pakicës dhe jo shumicës. Po, pikërisht. Ajo funksiononte më shumë si një sistem ku një pakicë e arsimuar dhe e pasur kontrollonte vendimet, ndërsa shumica, e cila shpesh nuk kishte të njëjtat aftësi, mbetej jashtë procesit. Kështu ajo ishte një formë shumë e kufizuar e demokracisë, krahasuar me standardet e sotme. Ju faleminderit shumë. Po, pikërisht. Dhe kjo na kujton se si forma të ndryshme të qeverisjes kanë dobësitë e tyre. Demokracia moderne përpiqet të balancojë këto mangësi, duke siguruar përfaqësim më të gjerë, barazi dhe mbrojtje të drejtave të të gjithëve, edhe pse as kjo nuk është e përkryer. Ju faleminderit, ditën e mirë. Asgjë. Edhe unë të falenderoj. Nëse ke nevojë për diçka tjetër, jam këtu. Të uroj një ditë të mbar. Të dashur shqiptar,
jemi live në TikTok dhe dua të bëj një lajmërim të rëndësishëm. Sapo kam bërë një film për jetën e Sokratesit, të mbështetur në Wikipedia, duke diskutuar me inteligjencën kompjuterike, e regjistroj, e nxjerr në TikTok dhe automatikisht filmi hiqet. Dhe llogaria ime është e rrezikuar. Kjo për arsye sepse unë gjatë filmit e pyes inteligjencën kompjuterike se si ishte organizuar demokracia në Athinën antike dhe më thot që një grup i zgjedhur aristokratësh mblidheshin dhe vendosin për fatet dhe ligjet e demokracisë. Dhe unë e pyes si funksiononte demokracia kur shumica e njerëzve ishin të paditur, analfabet. Dhe inteligjenca kompjuterike e mbështetur mbi Wikipedia dhe Enciklopedinë Britanika dhe ato të Bizantit dhe autorët antik më thotë që vetëm ata që dinin shkrim dhe këndim mund të merrin pjesë si qytetarë të lirë, as klevrit dhe as gratë. Dhe as qytetarët e lirë sepse nuk dinin shkrim dhe këndim. Dhe unë, me naivitet, e pyes, mos është ndoshta demokracia e dëmshme, mos është kjo demokraci patronazhiste, një lloj si në Shqipërinë e sotme, dhe inteligjenca kompjuterike thot po. Kjo është demokracia e pakicës, mbi shumicën. Dhe pikërisht kjo demokraci vendosi për vdekjen e Sokratesit. I thash faleminderit, filmi ishte i shkurtër, 2 minuta, e nxjerr unë në TikTok, nuk arrita ta botoj dot, e shqyrton TikToku, në mënyrë automatike e heq filmin. Jo vetëm që nuk mund të flasësh për tema të rëndësishme, por nuk mund ta krahasosh demokracinë e Tiranës së sotme me atë të lashtë helene, sepse është një lloj, është demokraci patronazhiste, oligarkësh. Njerëz të thjesht nuk kishin të drejtë të merrin pjesë, sepse nuk dinin as shkrim dhe këndim jo. Do më thënë kjo u zbulua gjatë regjistrimit të filmit, dhe inteligjenca kompjuterike shumë e ndershme tha që njerëzit e paditur nuk merrnin pjesë në sistemin demokratik. Dhe pyes, a kishte parti politike në Greqinë e lashtë? Më thot mua, absolutisht jo, ishin vetëm qytetarë të lirë. Po mirë, këta qytetarë të lirë ishin njerëz të pasur apo të varfër? Ishin të pasur sepse dinin shkrim dhe këndim. Pra ishin patronazhist. Pra mësuam se nuk ka parti politike edhe në Shqipërinë e sotme, një lloj si në Athinën e lashtë, duket sikur ka, dhe nuk është vetëm në Shqipëri kjo, është edhe në Shtetet e Bashkuara, njëjti problem. Edhe në Bashkimin Evropian nuk ka demokraci, ka vetëm ngritje kartonash, gjithmonë. Ashtu na duket nëse ka demokraci, ekzistojnë partitë politike, por elitat vendosin se çfarë do të thuhet, elitat vendosin për luftë për paqe, deputetët ngren kartonat, çdo gjë aprovohet, kjo është demokracia, është vendosur më herët se çfarë do të bëhet. Po mua s'm kishte shkuar ndërmend fare, unë kujtova se ky ishte problem vetëm i Shqipërisë. Jo, ky është problem kudo në çdo demokraci, është një demokraci falso, jo vërtet. Në qoftë se TikToku e heq këtë film, do përpiqem ta nxjerr në YouTube. Në qoftë se heq YouTube, do përpiqem ta nxjerr në Instagram. Jam i sigurt do e heqin kudo. Të shpresojmë që YouTube të jetë më i hapur, po ka rrezik ta mbyllin llogarin fare. Prandaj ju paralajmëroj sot live duke diskutuar për Sokratesin, për faktin që ai u dënua me vdekje. Përse u dënua, përse i fyu ai zotat e Athinës, çfarë tha? Sokratesi nuk kishte besim tek demokracia, pikërisht për këtë gjë, sepse ajo kontrollohej
nga 500 njerëzit më të pasur në Athinë. Të tjerët vetëm ngrinin duart. Shumica e tyre ishin analfabet. Kjo është e vërteta. Dhe ashtu janë dhe sot. Dhe ashtu do t'jenë. Pra, demokracia do të bëhet nga ne. Nuk mund vazhdojt me këtë sistem, sepse demokracia në Shqipëri është e tillë që kryeministri po ju adhuron portet njerëzve të shkretëtirës. Nuk po ju jep koncensione se gjithë kështu mendojnë. Kam bërë një film, shpresoj të mos ta heqin. Shikojeni shpejt e shpejt dhe shpërndani si rufe. Kryeministri ynë ka vendosur që të mos u jepet në përdorim, por dhuratë e përhershme të gjitha portet e Shqipërisë njerëzve të shkretëtirës, më saktë familjes së presidentit Trump dhe vajzës së tij. Nuk e di më është vajza e tij. Mund të jetë një nga këto vajzat e shtëpisë në ishull aty ku shkonte Trumpi. Po kjo është pjesë e tij, e jetës së tij private. Është ajo vajza e tij apo dikush tjetër, ne nuk e dim. Nuk na intereson. Do me thënë, familje rufianësh, gangsterësh. Po marrin Shqipërinë, portet e saj. Ky duket si film fantastiko-shkencor. Por, po t'ishte një Sokrates në Shqipëri, do dënohej edhe ai, po të thoshte të vërtetën. Tani ha për hë filmat e mi vetëm po i heqin. Tani kuptoni se pse ka pak shikime në YouTube të filmave të mi, por dhe në TikTok. E di cilat filma janë në TikTok të përhapur? Filma pa vlerë. Ato që janë të bukur, shkencor, nuk i përhap TikToku as YouTube-i. Prandaj, dola këtu live, edhe ky film do hiqet. Nuk do jetë. Pra ju jeni me fat që pat këtë, po regjistroj këtë film edhe me një telefon të dytë, sepse do e heqin nga TikToku. Dhe unë bëra një film tjetër, shumë të shkurtër, ku thoja, kjo ishte jeta e Sokratesit nga Wikipedia, përse e hoqët. Pra e vërteta është kaq e dhimbshme sa që tani nuk po pranojnë as Wikipedian. Të dashur shqiptar, do hiqet Wikipedia. Do hiqen dhe filmat e mi. Merrini në kompjuter, shkarkojni çdo film që kam bërë unë, sepse do hiqen. Çfarë të merri? Nuk e dija se do vinte kjo ditë. Ju falenderoj dhe mirëpafshim në filmat të tjerë shkencor dhe do ta bashkangjis film që hoqi TikToku. Do habiteni, është thjesht citim nga Wikipedia. Pra Wikipedia po ndryshohet dhe po hiqet? Qa mbeti tjetër? Do kthehemi në robot. Është më keq se novela viti 1984. Është më keq se Ferma e kafshëve. Jemi bërë ferma e robotëve. E pa besueshme. Ju lutem më ndiqni dhe përhapini filmat e mi dhe shkarkojni për sa kohë janë në internet.